I nderuari Reisul Ulema i Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shaqir Efendi Fetal, i nderuari Kryemifti i Kosovës, Naim Efendi Tërnava, i nderuar dekani i fakultetit, mufti nga Maqedonia, drejtor të medreseve, miq nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, të nderuar deputet, dashamir të dijes, Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Fillimisht, para se të lexoj referatën time, unë nuk kam pas fatin ta njoh Haxhi Sherif Efendi Ahmetin, por kam pas fatin që të edukohem dhe të marr mësim prej shumë nxënësve të tij. Kështu që me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë do t'i them disa fjalë për veprën e ixhazetnameve të autorit Sadik Mehmeti. Çdo fjalë e bukur që u tha dhe që do të thuhet për veprat dhe veprimtarinë e bujshme të Haxhi Sherif Efendi Ahmetit, nuk do të barte peshën e duhur pa u kuptuar rëndësia e ixhazetnameve të tij. Haxhi Sherifi ishte një erudit i dijes islame dhe jo vetëm. Shtylle medreses Alaudin, themelues dhe udhëheqës i literaturës shqiptare islame jashtë kufive të Shqipërisë londineze. Mirë po, të gjitha virtytet e kësaj figure madhështore do të mbeteshin pezull nëse nuk do të mbështeteshin në ixhazetnamet e tij, sepse ato e bëjnë atë dhe të gjitha ata që kanë mësuar prej tij pjesë të zinxhirit dhe të karvanit të udhëhequr nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë, ixhazetnamet përfaqësojnë 4 gjëra të rëndësishme për teologjinë muslimane shqiptare. Së pari, ato përfaqësojnë mekanizmin kryesor të legjitimitetit të dijes. Ndërmjet ixhazetnameve, hoxhallarët tanë, ndërta edhe Haxhi Sherifi, morën autorizim të drejt për drejt nga mësuesit për të transmetuar një disiplinë të caktuar, një libër të veçantë apo gjithë dijen e tyre, duke u bërë kështu pjesë e një zinxhiri të pandërprerë që lidhet me burimin e dijes islame, gjithsesi me pejgamberin ton të dashur alayhi salam. Kjo siguron autocitetin dhe besueshmërinë e dijes së transmetuar, sidomos kur dihet fakti se dija është amanet. Së dyti, ixhazetnamet kanë rëndësi të veçantë në ruajtjen e metodologjisë tradicionale të arsimit. Ato dëshmojnë se dijet nuk merreshin thjesht përmes leximit të librave, por përmes një marrëdhënie të drejt për drejt mësues-nxënës, pra mes dy njerëzve plotësisht të pjekur, ku përfshihej verifikimi, korrigjimi dhe përvetësimi i saktë i përmbajtjes. Kështu, kuptojmë se mësimi i fesë nuk bëhet vetëm nga librat, por edhe nga mësuesit e denjë që reflektojnë dije, pasqyrojnë modelin ideal dhe bartin frymën e shpalljes e cila në umetin islam nuk vdiq dhe nuk do të vdes asnjëherë. Sepse transmetuesi i saj është insani me ujdan dhe jo njeriu që nuk e kupton se ç'është fjala ihsan. Së treti, ixhazetnamet janë burime të rëndësishme për historinë intelektuale dhe kulturore të muslimanëve shqiptarë. Nëpërmjet ixhazetnameve mund të nxiren plejadat e dietarëve tanë që shumë hoxhallar aktuali kanë harruar apo nuk i kanë kuptuar drejt. Po ashtu, me ixhazetnamet e këtilla rivendoset në funksion qendrat e mësimit dhe lidhjet nëpërmjet rajoneve të ndryshme islame shqiptare. Së katërti, ixhazetnamet kanë edhe një dimension etik dhe shpirtëror, sepse ato nuk japin vetëm autorizim teknik, por edhe një lloj dëshmie për karakterin dhe përgatitjen morale të nxënësit, gjë e cila na jep jo vetëm një pasqyrë intelektualeve të hoxhallarëve tanë, por edhe një dëshmi për karakterin, moralin, etikën dhe shpirtin e tyre madhështor. Pajisja me ixhazetname hoxhallarëve shqiptar nuk ka qenë një veprim i rastit, por një dukuri e të gjithë hoxhallarëve të mirëfillt. Ixhazetnamet kanë qenë kualifikime jo formale që i kanë fituar hoxhallarët pas një periudhe të gjatë mësimi dhe shoqërimi me vetë mësuesit krye më krye. Ato nuk janë ekuivalente me diplomat e sodit, por janë më shumë se kaq. Diploma është provë e kurorëzimit të një procesi intelektual, kurse ixhazetnamja është dëshmi e gjallë e vijimësisë së dijes,
përvojës, etikës dhe frymës shpirtërore të mësuesit, të cilën ai e ka trashëguar gjenerat pas gjenerate nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Diploma përmbush zbrastirën në një profesion të caktuar, kurse ixhazetnamja e shuan etjen e mendjes dhe të shpirtit paralelisht. Vepra që keni para vetes, ixhazetnamet e Haxhi Sherif Efendi Ahmetit, është një libër 100 e kusur faqesh, por ama i jep legjitimitet gjithë dijes fetare ndër shqiptarët, sepse ky është shtegu nga ku dija islame arriti të kapërcente barierat e viteve të 50-ja që u viheshin shqiptare musliman nga çdo anë. Në veprën ixhazetnamet e Haxhi Sherif Ahmetit, të autorit Dr. Sadik Mehmeti, do të gjeni 2 ixhazetname të Haxhi Sherifit, një ixhazetname të përgjithshme për gjithë dijet dhe disiplinat fetare islame, dhe një ixhazetname të veçantë për librin Delailul Khairat të autorit El Xhezuli. Sa i përket ixhazetnamit të përgjithshëm, zinxhiri i tij mbaron te 2 sahab shumë specifik dhe tepër të rëndësishëm për të mbar dijen islame. Pra, te 2 dietar të sahabëve, te Abdullah ibn Mesudi dhe te Aliu radiallahu anhum ajma'in, të cilëve pejgamberi alayhis salam u dha legjitimitet që t'u mësonin fen të tjerëve. Këta 2 sahab nuk transmetonin gjithçka nga i dërguari i Allahut, por vetëm atë që ishte normë e zakonshme në dijen e tij, sepse ata dinin ta dallonin bukur mirë veprimtarinë e zakonshme të pejgamberit alayhis salam nga veprimet e veçanta apo specifikat e tij. Jo rastisht, këta 2 sahab janë edhe shtyllat kryesore të medhhebit Hanefi dhe të drejtimit Maturidi e Shari. Nëse e shohim me vëmendje zinxhirin e këtij ixhazetnami, do të shohim se aty janë të gjithë dietarët e spikatur të botës islame përgjatë gjithë historisë. Janë pikërisht ata të cilët Allahu i bëri hallka kyçe të transmetimit të fesë përgjatë shekujve, nga Muhamedi alayhis salam dhe deri te Haxhi Sherif Efendi Ahmeti. Aty gjejmë emrat pa të cilat historia e dijes islame nuk mund të paramendohet, siç janë Abdullah ibn Mesudi, Aliu radiallahu anhum, Hamade, Ebu Hanife, Hasan Shejbani, Shafiu, Gjuajniu, Gazaliu, Raziu dhe shumë të tjerë deri tek Haxhi Sherif Efendi Ahmeti. Si shihet, ixhazetnamja e përgjithshme e Haxhi Sherifit na mundëson të ulemi dhe të mësojmë drejt për drejt në mezhlisin e dijes të Raziut, të Gazaliut, të Ebu Hanifes, të tabiinëve dhe të sahabëve, dhe mbi të gjitha na jep derin e uljes gjunjë në gjunjë pranë të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse do të shtroj pyetja, pse ixhazetnamet janë të rëndësishme? Përgjigjja është se ato e sfidojnë konceptin e kohë dhe na mundësojnë të udhëtojmë prapa në kohë, jo vetëm për të mësuar, por edhe për të frymzuar drejt për drejt nga kolosët e dijes islame të çdo kohe. Pra, vepra të cilën sot e paraqesim para jush, bashkë me shumë ixhazetname të tjera që na presin të nxjerrim në dritë, nuk i japin kuptim vetëm dijes së Haxhi Sherifit, por i zbulojnë rrënjët dhe themelet e shëndosha të medhhebit Hanefi dhe të shkollës maturidike në viset shqiptare. 10 ixhazetname të këtilla të fituara me shumë kompetencë nga hoxhallarët shqiptar janë një barierë e patejkalueshme dhe një mburojë e sigurt kundrejt dijes së pa konfirmuar dhe të pa sistemuar që na vjen nga çdo anë. Kështu, ixhazetnamet i kanë dhënë jetë teologjisë shqiptare dhe kanë bërë atë pjesë qendrore dhe entitet të gjallë të umetit islam. Libri Ixhazetnamet e Haxhi Sherif Efendi Ahmetit është një vepër e punuar me shumë kompetencë dhe përgjegjësi nga studiosi Dr. Sadik Mehmeti. Nuk ka qenë i lehtë leximi, deshifrimi dhe përkthimi i këtyre 2 dorëshkrimeve të ixhazetnameve, veçanërisht kur dihet se ato nuk janë tekste të thjeshta, por të thurura me stil poetik dhe shpesh me figura stilistike dhe të pasura me sinonime që vështirë se u gjejnë përgjigjeset në gjuhën shqipe. Krahas përkthimeve profesionale dhe të rrjedhshme të 2 ixhazetnameve, autori ka paraqitur një hire përmbledhëse
ku sqaron sistemin e ixhazetnameve dhe rëndësinë e tyre për dijen fetare islame në përgjithësi dhe për muslimanët shqiptar në veçanti. Gjithashtu, autori paraqet me shumë kompetencë faktin se ixhazetnamet e dhëna hoxhallarëve shqiptar nuk janë realizuar nga distanca apo në formë individuale, por kanë buruar nga institucione kredibile shqiptare, siç ishte Medreseja e Pirinazit dhe nga shumë medrese të tjera si Motra. Prandaj, materiali i punuar nga studiuesi Sadik Mehmeti mund të konsiderohet edhe një udhëzues bazik për çdo studiues që ka ndërmend të merret me studimet e mëtutjeshme të kësaj fushë. Ixhazetnamja e dytë e Haxhi Sherif Efendi Ahmetit, të cilën doktor Sadik Mehmeti e ka paraqitur në këtë vepër, është ixhazetnamja për veprën Delailul Khairat të Xhezulit. Kjo vepër, edhe pse e vogël për nga vëllimi, ajo u takon veprave që i kanë dhënë shpirt dijes islame dhe që nurin e Muhamedit a.s. në e kanë sjell në viset tona. Delailul Khairat është udhëzuesi më i mirë që na mëson se si të bijem salavat për Muhamedin a.s. çdo ditë dhe si zemrat tona të mbushen me ashk ndaj tij. Fatkeqësisht, vetë harresa, mosnjohja dhe shpërfillja e këtyre veprave nga disa hoxhallar shqiptar sot lë shumë për të kuptuar. Madje kjo të bën të kuptosh se çfarë ngjyrimi mekanik ka marrë teologjia shqiptare. Ringjallja dhe rinxirja në skenë e këtyre veprave, pse jo edhe mësimi i saj nëpër medrese dhe fakultete islamike, është një nevojë e domosdoshme për botën muslimane shqiptare. Sepse vetëm në këtë mënyrë mund të luftohet formalizmi dhe fetaria që njësi matse ka vetëm kandarin e trupit. Dikush edhe mund të pyes, pse Haxhi Sherifi nuk vazhdoi të jepte ixhazetname nxënësve të tij? Përgjigjja është e thjeshtë për ata që e njohën, por tepër domethënëse për rolin e tij në dijen teologjike shqiptare. Haxhi Sherifi jetoi në di epoka të rëndësishme, epokën e shkollimit klasik dhe atë modern. Ai kuptoi shumë mirë rrethanat dhe rrjedhat e kohës. Prandaj ai bashkë me hoxhallarët tjerë arritën që dijen e ixhazetnameve ta shndrojnë dhe ta përkthejnë në institucione të rëndësishme. Ai nuk shpejtoi të jap letra të cilat mbase nuk do të kishin vlerë të madhe në kohrat që pasonin, por u angazhua që ato letra t'i kthente në institucione të rëndësishme që nxirrnin kuadro dhe literaturë të fryqshme për shqiptarët musliman gjithandej. Haxhi Sherifi me shokët e idealit vazhduan të ngrinin në këmbë institucione shkollore, shkencore dhe intelektuale të shqiptarëve musliman, të cilat sistemi monist u kishte zënë frymën. Medreseja e Nalt u mbyll, por këta e ngritën fuqishëm medresen Alaudin. Komunistët mbyllën revistën Zani i Nalt dhe Kultura Islame, por këta me në krye Haxhi Sherifin i dhanë jetë revistës Edukata Islame dhe gjithë atyre veprave dhe institucioneve që mburuan nga nxënësit e këtyre kolozëve të dijes islame. Në këtë mënyrë, veprimtaria e paloshme e Haxhi Sherifit na lidh me trungun e teologjisë shqiptare, kurse ixhazetnamet e tij na lidhin edhe me trungun e teologjisë muslimane mbarbotrore. Si në dimenzionin vendor, ashtu dhe në atë kohor, duke e shtrish zinxhirin e tij deri tek Muhamedi a.s. dhe atë përmes një zinxhiri të pasur dietarësh që shumë popull do të kishin dashur ta kenë. Në fund, shfrytëzoj rastin të përgëzoj autorin Dr. Sadik Mehmeti për punën profesionale dhe angazhimin e paepur në nxjerrjen në dritë të kësaj vepre, po ashtu e përgëzoj edhe shtëpinë botuese Dituria Islame dhe Ambasin Islame të Kosovës për botimin dhe investimin e veprave të kësaj natyre. Gjithashtu, nuk mund ta përfundoj këtë elaborim timin pa i dhënë disa propozime për studiuesit e rinj të fushave islame në përgjithësi dhe për bashkitë islame që veprojnë në trojës shqiptare në veçanti. 1. Të angazhohemi bashkërisht për të nxjerrë në dritë ixhazetnamet e 10 hoxhallarëve shqiptar, duke bërë një koleksion ixhazetnamesh, i cili do të shërbej si një traktat i teologjisë mbarshqiptare. 2. Të mbledhin forcat për të gërmuar në të kaluarën e hoxhallarëve të muslimanëve shqiptar
para se të na e shkruajnë historinë të tjerët në formë të shtrembruar. 3. Të krijojmë një strategji gjithëpërfshirëse për muslimanët shqiptar, e cila do të përfshi 3 dimensione të rëndësishme. Dimenzionin e të qenit pjesë e umetis islam, gjë të cilën na e mundsojnë xhazetnamet e këtilla, dimenzionin e inkorporimit të kulturës muslimane shqiptare në manifestimin e fesë, të cilin na e mundëson e kaluara e jone bujshme që u materializua me kontributin e hoxhallarëve shqiptar të shekullit të 20, dhe dimenzionin e kapjes së hapit të kohës, të cilën mund të arrijmë vetëm nëse kemi një vizion të qartë për të ardhmen dhe jemi të bërdicuar me rrjedhat e kohës. Edhe një herë, ju falenderoj gjithëve, Allahu ju bekot, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.